ke menduar ndonjëherë pse njerëzit më të sjellshëm janë edhe më të mirët? Ti po bën gjithçka siç duhet. Thua po kur duhet thuash jo. Hesht kur dikush nuk të respekton. Akomodon, bën kompromise, buzëqesh përmes dhimbjes. Dhe çfarë merr në këmbim? Injorohesh. Përdoresh. E ndjen këto që po të them apo jo? Ajo pakënaqësia që zihen në sjelljen tënde të qetë. Ai zemërimi i heshtur që e gëlltit çdo ditë, sepse të kanë mësuar se të jesh i mirë do të thotë të jesh i padëmshëm ndaj dëshirave, opinioneve dhe kërkesave të tjerëve. S'ka rëndësi nëse ti e dëmton veten tënde, por tjetrit bëja qefin. Kështu të kanë mësuar. Të kanë mësuar se të jesh i sjellshëm do të thotë të jesh i disponueshëm, gati për çdo gjë. Të kanë mësuar se të jesh i respektueshëm do të thotë të pranosh mungesën e respektit. Tani, dëgjoj me vëmendje dhe kupto se çfarë i ke bërë vetes e ku ke mbërritur. Mirësia jote nuk është virtyt. Është burg dhe hekurat e këtij burgu i ke ndërtuar vetë. Je i burgosur në performancë, në mirësinë e imponuar nga të tjerët. Vetëm e vetëm mos të thonë se nuk je i mirë. Je pajtuar me çdo gjë deri në shkeljen e vetes tënde. Ke ngatruar moralin, parimet me pajtueshmërinë. Të është bërë moral dhe parim ajo që miraton njerëzit të shohin tek ti. E ti nuk don t'ja prishësh njerëzve, se kush e di si do mendojnë. E ti nuk dëshiron të dalësh i keq, e kupton sa qeshra ke bërë. Ke humbur totalisht respektin për veten. E kjo gjë po të kushton gjithçka. Kur them gjithçka, gjithçka. O i mirë, njerëzit nuk e admirojnë mirësinë tënde. E shfrytëzojnë atë. Shikojnë buzëqeshjen tënde ndaj respektit dhe dëgjojnë përdor me mua. Shikojnë fleksibilitetin tënd ndaj parimeve të tua dhe dëgjojnë nuk kam kufi, bëj ç'të duash me mua. E cila është pjesa më e keqe? Shoqëria të mësoj se kjo është rruga drejt dashurisë, lidhjes dhe suksesit. Je i mirë, je i bindur, luaj sipas rregullave. Të kanë mësuar se respekti ndaj vetes, ndaj parimeve të tua, ndaj kujdesit për veten, në të gjitha aspektet janë prralla. E përfundimi, ti tashmë je bërë një prrallë. Je bërë thjesht një njeri pa shtyllë kurrizore, pa identitet, pa vlerësim për kohën tënde, për energjinë tënde, për mundin, për aftësitë, për diturinë, për idetë, për ëndrat e për ndjenjet e tua. Shiko përreth, të mirët nuk fitojnë, janë raskapitur dhe janë të harruar. I shërbejnë të gjithëve përveç vetes së tyre. Tani kam një pyetje për ty. Është më mirë të të friksohen apo të duan, nëse nuk mund t'i kesh të dyja? Nëse përgjigja jote është të duan, urime, vazhdo, ndiq rrugën e të akomoduarit të dëshirave dhe ideve të njerëzve. Do përdoresh e do kthehesh prap këtu, tek unë. E unë po të them, është më mirë të të friksohen, po nga se? Se ke muskuj, se je i egër, se je dhunues, patjetër që jo. Ky është dështimi më i madh i yti, nëse je dhunues apo i egër. Por, të kenë frikë se ti ke parime, ti ke respekt për veten, ti vlerëson kohën tënde, ti vlerëson mirësinë tënde, ti vlerëson atë që je dhe atë që jep. Frika në këtë rast është e imponuar nga njeriu që ti je. Ti nuk vepron me ndjenja. Ti ke maturi, ti ke llogari, ti ke empati. Ti je lider që nuk je egoist, por je projektues i së ardhmes tënde. Frika është se njerëzit nuk mund ta neglizhojnë thirrjen tënde të humbur. Nuk mund t'i neglizhojnë mesazhet e tua. Nuk mund t'i lënë sin shkrimet e tua. Pse? Sepse ti je i qartë me veten dhe respekton veten. Bota do të quaj të keq kur ti fillon e vendos respektin për veten në epiqendër të jetës tënde. Bota do të quaj cinik kur të shohin që ti nuk e shpenzon kohën kot. Do të quajnë mendimtar, do të quajnë shkencëtar. Do të thonë se ti je një djalë mamaje. Do të thonë se ti nuk je i Zoti. Kur ti të flasësh qartë, shkurt, të fokusohesh tek puna jote, tek qëllimet e tua, të apresësh shkurt atyre që ta zgjasin, do të sulmojnë e do të titullojnë arrogant, egoist, materialist. Por thellë bota gjithashtu do ta vërtetojë çdo ditë se ajo që ti po bën është e duhura. Janë disa realitete në këtë botë. Mirësia ndëshkohet,
e fuqia shpërblehet. Në këtë rast, ti duhet t'jesh i fuqishëm me veten tënde. Rregullat që ti po ndjek i shkruajnë njerëzit që përfitojnë nga bindja jote. Dhe sekreti i lirisë është kur ti je gati të mos jesh më i mirë sipas pritshmërive të botës. Pasi ta kuptosh këtë, nuk do kthehesh më kurrë aty ku ke qenë. Pse je i bllokuar? Sepse mirësia jote është automatike, sepse u kushtozove që kur ishe fëmijë, duke të thënë, je djali mirë, je vajzë mirë, mos krijo probleme, bëj çfarë të thonë, edhe pse ajo që të thonin ishte në kundërshtim me çdo parim e ligj. Kërko falje, mbaj gjërat e qeta. Çdo herë që mbroje veten të quanin egoist, që kur ke qenë fëmijë. Çdo herë që thoje jo, të quanin të keq. Kështu të trajnuan të jesh i shtypur, të buzëqeshësh kur doje të bërtisje, të performosh e të shtiresh. Kjo është maska e rreme e virtytit. Kjo nuk është mirësi. Kjo është frikë. Frika nga konflikti. Frika nga refuzimi. Frika nga mospëlqimi. Dhe grabitqarët e nuhasin këtë. Manipulatorët nuk synojnë të fortit, synojnë të mirët. Sepse të mirët janë të lexueshëm, shmangin konfliktin dhe janë viktima perfekte. Ata që përpiqen t'i pëlqejnë të gjithëve përfundojnë të tradhtuar. Ti mendon se mirësia të mbron, nuk të mbron. Mirësia pa karakter të fortë ka vetëm një mesazh. Bëj ç'të duash me mua. E bota këtë e dëgjon, manipulatori këtë e përdor. Kjo nuk ka të bëjë me mizorinë, ka të bëjë me një ligj njerëzor. Të padëmshmit nuk respektohen, ndërsa ata që kanë fuqi dhe e përdorin atë me mençuri? Po, pyet e veten, a ke fuqi ti? A ke fuqi ti të disiplinosh veten tënde? A ke fuqi të ndjekësh qëllimet e tua? A ke fuqi të qëndrosh parimeve të tua? Kjo është fuqia e vërtetë. Jo ngritja e zërit, jo muskujt, jo agresiviteti. Këto janë dobësi. Edhe mirësia pa fuqi është dobësi. E dobësia të çon në shkatrim. Ti nuk duhet të jesh i keq, por nëse nuk mbron virtytet e tua, ato do të shkatrojnë ty. Nëse nuk mbron kufit e tu, mirësia jote kthehet në shfrytëzim. Nëse nuk mund të thuash jo, poja jote nuk ka vlerë. Nëse nuk mund të friksohen kur duhet, dashuria jote nuk ka peshë. Ky është koncepti i moralit strategjik. Fuqi me vetëpërmbajtje. Luani që s'përdor kthetrat nuk është i qetë. Është thjesht një pre. Dëgjoj me vëmendje 4 shtyllat e respektit. E para, hiq dorë nga disponueshmëria e menjëhershme. Mos i lë të tjerët të komandojnë kohën. Koha jote është flori. Mos e fal atë. Në fakt, nëse ti je i zënë me planet e tua, nuk ka se si të jesh i disponueshëm për botën. E dyta, joja strategjike. Jo është një fjali e plot. Çdo jo rrit respektin. E treta, ngrohtësia selektive. Je i sjellshëm me të gjithë. Je i ngrohtë me pak njerëz. E katërta, paparashikueshmëria e kontrolluar. Nëse je i parashikueshëm, manipulohesh shumë thjesht. Ti do të testohesh. Këto do t'jenë netët e errta për ty, por me shkëlqim. Kur të ndalosh së qeni i mirë, bota do të ndëshkojë. Do të thonë se je egoist, i ftohtë, i vështirë, toksik. Në fakt, ajo që po të thonë në të vërtet është, nuk po më lë më ta përdor. Do humbasësh disa marrëdhënie, por ato marrëdhënie nuk ishin reale. Do përballesh me veten, me zemërim, me frikë, me dyshim. Është identiteti yt i vjetër që po vdes. Lëre të vdes. Por te kësaj ka liri. Nuk do të jesh më i njëjti. Jo për veten, por për botën. Prania jote ndryshon, fjala jote ndryshon, kufit e tu betonojnë, qetësia jote bëhet e pathyeshme. Kompetenca e bashkuar me vetvlerësim janë magnetizëm. Marrëdhëniet që mbeten do jenë reale, të ndershme dhe reciproke. Do bëhesh një njeri që respektohet pa kërkuar leje. Si përfundim, mbaje mend këtë. Mirësia vjen me respektin e kufive të tu, vjen nga fuqia dhe gatishmëria për të mos u pëlqyer. Nëse je gati të ndalosh së qeni i mirë për njerëzit që nuk të respektojnë, nëse je gati të rimarrësh fuqinë, nëse je gati të dalësh nga burgu i mirësive të rreme, fillo tani, jo nesër, jo kur të ndihesh gati, tani.